Unë nuk kam ardhur këtu për të humbur fytyrën time, as për të ulur në nivelin e askujt që mendon se forca matet me fjalë të ndyra e me ofendime. Kam ardhur me parime, me edukat dhe me bindjen se edhe në një shtëpi ku presioni është i madh, njeriu mund ta ruajë veten. Nëse dikush mendon se duke më fyer mua fiton pikë, atëherë le ta di se ka humbur shumë më herët, sepse respekti nuk fitohet duke shkelur mbi tjetrin, labi, mënyra si ti flet për mua, me terma që nuk i takojnë as debatit dhe as një njeriu që pretendon se ka karakter, nuk më prek mua sa të nxjerr në pa ty kur më quan gaca e mlut, nuk po më përshkruan mua, por po tregon varfërinë e fjalorit dhe mungesën e argumentit. Unë nuk kam nevojë të ofendoj për të ekzistuar në këtë lojë. Prania ime këtu nuk varet nga ulërimat, por nga qëndrimi. Unë jam këtu si grua që e di vlerën e vet, nuk kam ardhur të kërkoj aprovimin e askujt, e as të bëhem pjesë e lojrave të ulta. Kam ardhur të përballoj veten, të tjerët dhe presionin, pa e shkelur dinjitetin tim. Sepse kur del nga kjo shtëpi, ajo që të mbetet nuk është çmimi apo fama, por mënyra se si e sjell dhe si ke folur për të tjerët. Ti mund të tentosh të më ulësh, të më provokosh, të më shtysh të reagoj keq, por unë zgjedh të mos bëhem ajo që ti pret. Nuk do ta humb qetësinë time për t'i dhënë kënaqësi dikujt që ushqehet me kaos. Forca ime është vetë kontrolli, është mënyra se si e mbaj veten edhe kur sulmohem padrejtësisht. Këtu brenda jemi të gjithë të zhveshur nga maskat. Çdo fjalë dëgjohet, çdo sjellje mbahet mend. Dhe unë jam krenare që, edhe në momentet më të vështira, nuk kam zgjedhur të ofendoj, por të qëndroj drejt. Nëse kjo për ty duket dobësi, atëherë ne kemi vlera krejt të ndryshme. Unë nuk kam ardhur këtu për të humbur fytyrën time. Kam ardhur ta mbroj atë. Dhe këtë do ta bëj deri në fund, pa sharje, pa ulje, pa frikë. Sepse dinjiteti im nuk është lojë dhe unë nuk e lë askënd ta shkel.